Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish bashkarisht me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit edhe komentet më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother VIP Albania, rreth një rrugtimi të bukur që në fakt na ka mbërthyer dhe siç duket do të na mbërthen përsëri për ekranin dhe rreth një reality show që ka filluar me përgatitjet e saj. Producentët e Big Brotherit këtë muaj, gjatë muajit qershor, kanë udhëtuar drejt Italisë në një mbledhje në fakt që kanë patur disa vende të botës për reality show Big Brother. Aty ku kanë komentuar edhe sukseset e tyre, aty ku kanë komentuar edhe arritjet e tyre, aty ku kanë komentuar edhe faktin që Big Brother është aq i rëndësishëm nëpër disa vende, sidomos në Shqipëri, domethënë ka zënë aq vend saqë çdo vit tashmë është kthyer një trend dhe krijon fenomene të ndryshme. Krijon personazhe që audienca pasionohet, dashurohet dhe i duar troket. Dhe pikërisht këtë vit domethënë është komentuar jashtëzakonisht shumë fenomeni Brikena, është komentuar edhe fenomeni Mateo. Por shumica e ndjekësve, shumica e fansave të këtyre reality show janë realisht në një siklet të madh, duke më pyetur Tiron se si mendon kur do të startoj Big Brother VIP Albania 6. Big Brother VIP Albania 6 është në fakt është duke u punuar, do të ketë një Big Brother të radhës, do të ketë, domethënë nuk do të jetë pa Big Brother, do të ketë një reality show, si zakonisht ky reality show ka startuar gjatë fundit të muajit dhjetor dhe ashtu do të jetë edhe këtë vit, domethënë nuk është se do të ketë ndonjë ndryshim në startin e këtij formati. Ndryshimet të cilat përfliten brenda produksionit për këtë format janë fakti që domethënë Big Brother i këtë vit do të jetë edhe me më shumë risi. Domethënë do të jetë një platformë më e fortë, do të jenë personazhe më të fortë, do të ketë dinamika më interesante, do të ketë lojra më interesante që domethënë mos të jetë ripërsëritje çdo vit, por produksioni dhe Petrina, që në fakt është njëra nga producentet, janë duke punuar me një intensitet shumë të lartë që ky Big Brother të vijë krejtësisht më ndryshe. Dhe në Itali, në takimin që kanë bërë domethënë me të gjithë ekipet të Big Brother, unë them që Big Brother VIP Albania nga të gjitha Big Brotheret e tjerë këtë vit ka qenë më i komentuar, ka qenë më i folur dhe ka qenë domethënë më në qendër të vëmendjes. Domethënë, nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj, Ledioni dhe Sara janë duke punuar me intensitet shumë të fortë që të binë një reality show të radhës, domethënë të ketë një Big Brother që jam i bindur që përsëri domethënë do të mbërthej një super audiencë të gjerë për ekrani.